Kur realizosh akt akuzën, bëj shumë përshtypje edhe fillesha me e kuptu pak më ndryshe refuzimin kaq kategorik të Albin Kurtit me shku me dhënë dëshmi. Na e dëgjuam edhe në video aty, domethënë që ka deklaruar disa herë këtë rast e Istoku Channel, te ky medium, që thotë që prokuroria s'ka uzur marton. Domethënë kjo e kemi folë disa herë, kjo është sjellje e prej Harbuti për mendimin tim. Kjo është sjellje e Mangut. Apo zamira ka më hall jam, atë kjo është çasi niveli i diskutimit që për mua atë s'ka kur fal shije as estetike. Mirë po. Një prej arsyeve se tash kur realizosh akt akuzën, për marrësh se Albini s'ka dhënë dëshmi ose ka refuzuar me dhënë dëshmi, nuk ka të bëjë me këto që thekë fotografitë ndërkombëtare këta tash. Jo se kam shku tash në gjë. Tash kam shku në gjë. Po aty ku e pas ka pasaj tutë më të madhe. Që megjithatë në raste të tilla, dëshmia jote mund të jetë inkriminuese. Po jo se ligji e mbron, se prokurori thot mos fal për kur gjë që ti e inkriminon veten ose familjen tonë. Tash, veç pak. Domethënë po, ti e ke drejtën edhe me u mbrojtë në heshtje. Jo si dëshmitar, jo. Si dëshmitar se ki. Domethënë ti dush me fol diçka, ose mundesh me thonë që to nuk i flas. Mirë po, dush më kon kogja i holl për me ik inkriminimit tën në një proces kaq delikat, Po është me letra. ku i ki dur gjithandej. Durët e tuaja gjithandej, në shkrime, në letra, në vendime. Qëre, njerëz du të me kuptu një gjë, zyrtar shtetëror nuk dënohen vetëm për çka kanë bo, dënohen edhe për çka nuk kanë nalë që e kanë pas të drejtë me nalë. Për mos veprim. Për mos veprim. Ti e shet që po ndodh që ti e ki drejtën me nalë, edhe Është me letë qeverisë. kjo është pa ashtu vepër penale. Kështu që të drejtim, unë mendoj që kjo është një prej arsyeve të forta pse Albini ka refuzuar me bënë gjatë. Të kish dalë për shembull lajmi që Albini nuk po do me fol, ka shkuar ti po nuk po do me fol, ish do ki dyshet. Me dhon dëshmin o tu që po e inkriminon vetëm, ma shumë ka thonë mas miri, po e shëndrojt në luftë me prokurorinë. Akuzon ju me hartë. Aftën. E tash dëshmia në gjykatë është domosdoshme me bo. Unë për shembull ka shumë keq që gjykata nuk ka pranuar me sjell, domethënë që me detyruar Albin Kurtin me dhënë që dëshmi. Gjykata ka refuzuar, përndryshe prokuroria ka kërku arrestimin e zotit Kurti. Sepse që kjo dëshmi është në interes të shtetit, që ta do me kuptu se cili, në interes të shtetit. Unë prapë po them, ta mbajmë parimin e pafajësisë për secilin, i cili nuk shpallet si i pafajshëm. Edhe nëse Albin Kurti nuk ka kurrfarë vepre penale në këtë proces, që ta zëm që se ka. Refuzimi i tij për me dhënë dëshmin është pengim i procesit të hetimit të një afere korrupsionit. Që kjo për mua është shkelje sa dush e rënd. Për një kryeministër, sa dush. Vepër e veçantë është pengimi të provuarit. Edhe veçanërisht për një kryeministër që ka thonë që unë kam luftu korrupsionin kudo që të shohët e gjithë. Ky jo që s'pe lufton, ky po e pengon.